Ndërsa nisma anti-informalitet ka hyrë në muajin e 4, financat nuk kanë arritur të përmirësojnë ritmin e rritjes së të ardhurave në nivel vjetor. Sipas të dhënave paraprake të Ministrisë së Financave, tregojnë se dështimi tek të ardhurat ka qenë jashtë çdo parashikimi. Plani i rishikuar në dhjetor të vitit 2015 dhe faktit tregojnë për një thellim të gropës në buxhetin e shtetit me minus 19.7 miliard lek. Të ardhurat nga tatimet dhe doganat kanë një mos realizim me 13.3 miliard lek, akciza, tatimi mbi të ardhurat personale dhe taksat e tjera nacionale janë zërat që shkojnë në disa dhjetra milion dollar, krahasuar me planin e rishikuar në aktin normativ. Në fund të dhjetorit të vitit 2015, totali i shpenzimeve ishte 430 miliard lek, nga 456 miliard lek që ishte parashikuar në aktin normativ të dhjetorit. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Financave, shpenzimet janë realizuar në total në masën 94%, apo 1.7 miliard lek më pak. Kjo ka bërë që mos realizimi të jetë në 25.8 miliard lek. Në fund të dhjetorit 2015, shpenzimet për investime ishin 59.4 miliard lek, kurse plani ishte për 61.2 miliard lek. Nga të dhënat fiskale të financave, bie në sy rritja me gati 2 fishe deficitit buxhetor, nga 25 miliard lek në muaj nëntor. Ky zë në fund të vitit u mbyll me 52 miliard lek.